drejt komunës u nisën së bashku. Kryetari i ri i Leposaviqit, Zoran Todić, bashkë me asamblesë të tjerë janë mësyen objektit komunal. Bashkë me ta edhe ish deputeti i listës serbe Slavko Simić. Me të hyrë në sallë, ata zonë vendet e tyre. Përballë kishin flamurin e Republikës së Kosovës dhe fotografinë e presidentës Vjosa Osmani. Edhe në deklaratën për betim të tyre, ata e kishin me flamurin e shtetit dhe stemën e komunës, e të dyja këto në gjuhë shqipe. Me të përfunduar procedurat, antarët e kuvendit komunal një zëri u betua në gjuhën serbe. E Todić, që nuk pranoi të dalë para flamurit e Kosovës, mbajti një fjalim para asamblestëve. Në seancat e radhës do t'ju informojmë edhe juve edhe qytetarët tanë për gjendjen që kemi gjetur në komunën tonë pas marrjes së detyrës, si dhe planet e ardhshme sa i përket zhvillimit të komunës tonë. E shfrytëzoj rastin tip, falenderoj të gjithë qytetarët e komunës së Leposaviqit, të cilët edhe këtë herë në zgjedhjet e kaluara i dhanë besimin edhe mua edhe asamblesë të vet, si dhe listës serbe. Në këtë seancë nuk u zgjodh kryesuesi i kuvendit, duke u bërë ditur se do të bëhet ditëve në vazhdim. Gjatë ditës në qytet kishte lëvizje të ushtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës.